Media britanike The Times ka kushtuar një artikull Shqipërisë duke vënë në fokus kontrasti mes plazheve gjithnjë më të populluara të Rivierës shqiptare dhe thellësive të vendit, ku gjende fshatra të qetë, lumenj të egër dhe përvoja të pazakonta. Shqipëria është vizituar nga pothuajse 12 milion turistë në vitin që shkoi, shumë prej të cilëve u tërhoqën nga pushimet e përballueshme në Bregdet, por një agjenci ballkanike ofron një alternativë më të qetë dhe aventureske përmes tureve të organizuara në jug të vendit. Gazetarja britanike Laura Sanders mori pjesë në një tur 7 ditor në maj, që përfshinte qytete bregdetare, vende të UNESCO-s, ujvara të fshehura dhe rafting në lumenj të egër. Ajo përshkruan eksperiencën e saj në Qeparo, ku qëndroi në një bujtim familjare mes fshatit të vjetër në Kodër dhe atij të ri Buzdetit, duke shijuar mikpritjen dhe ushqimin vendas. Plazhet ishin të qeta dhe natyra e paprekur. Udhëtimi vijoi në Gjirokastër, qytet me arkitekturë osmane dhe histori të pasur. Vizitorët u mahnitën nga kalaja shekullore dhe pazari tradicional, ndërsa kujtohej edhe historia e diktatorit Enver Hoxha, që ka lindur aty. Më pas, grupi u nis drejt Zagorisë përmes shtigjeve malore, ku ndaluan në fshatin Oshtev dhe vizituan një kishë të shekullit 12 me afreske të rralla. Një tjetër ndalesë mbreslënëse ishte në luginën e Vjosës, ku qëndruan në një shtëpi 120 vjeçare restauruar nga familja Cullufe. Përmes rrëfimeve mbi jetën para dhe pas rënjes së komunizmit, vizitorët përjetuan lidhjen me historinë dhe trashëgiminë shqiptare. Peizazhi i lumit të egër dhe shtëpi e kthyer në monument kulture dha një ndjesi autentike të vendit. Eksplorimi përfundoi në fshatin Limbuz, liçenit të Ohrit, një pasuri natyrore mbrojtur nga UNESCO. Grupi ushtroi aktivitete si kajak dhe biçiklet në plazhet e izoluara me guralec dhe zonën përreth liçenit. Udhëtimi u mbyll në Pogradec, një qytet me atmosferë të gjallë që ofron ndjesi nostalgjike dhe pushime të thjeshta, por të këndshme. Në tërësi, artikulli përshkruan Shqipërinë si një destinacion që kombinon aventura në natyrë, mikpritje tradicionale dhe trashëgimi të pasur kulturore, duke paraqitur si një alternativë tërheqëse për turistët që kërkojnë përvoja të veçanta dhe autentike në Ballkan.